Si shkëlqeu Blendi Gonxha në zgjedhjet e vitit 2025, me një fushat jo shumë të gjatë, i ardhur në Tiranë pasi Edi Rama largoi Erion Veliajn nga fushata, pas Ogerta Manasiliu dhe Lisa Spiropalit, kryeqytetit, ju shtua dhe Blendi Gonxha. Ky i fundit ishte nën kryetari i Bashkisë Tiranë, dikur krau i djathtë i Edi Ramës, njeriu që mori përsipër për mbytjen e kryeqytetit, por pas një faturë, thjesht dhe vetëm me një kosto politike, dha dorëheqjen. Kujtojmë se në vitin 2002 Tirana u përmbyt nga hapja e portave të liçenit artificial. Edi Rama në atë kohë nuk ndodhej në Shqipëri, faturën e mori Gonxha. Pas kësaj, iku në emigracion, filloi një aktivitet me agjenci autobusësh, nuk dihet si ka filluar, cili ka qenë burimi i ardhurave. Më pas vazhdoi në Shqipëri me makinat me qira, derisa një ditë Edi Rama i ktheu syt dhe e mori e bëri drejtor, duke i dhënë një institucion të rëndësishëm, siç është Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, tashmë përfshin patentat, kolaudimet. Blendi Gonxha u rikthye, pa mbajtur asnjë përgjegjësi për Tiranën e përmbytur. U rikthye në politik drejtor, u akuzua shumë për korrupsion, për tender në drejtori të ndryshme. Ka pasur akuza se janë paravendosur restaurimet, investimet, por të gjitha këto janë zëra opozitar mediatik që ngelen te drejtoria, derisa një ditë Rama vendosi ta bënte një superministër, duke i dhënë një ministri të madhe. U bashkuan shumë institucione dhe agjenci, përfshirë këtu Agjencinë e Blerjeve të Përqendruara, me zullume dhe skandale. Një superministri për Blendi Gonxhën që do të përfundonte kandidat në kombinat, dhe ajo që ra në sy është se Blendi Gonxha është njeriu më i votuar në Shqipëri, rreth 24.800 vota. Është njeriu më i votuar edhe mbi Erion Braçën. A është Gonxha socialist më shumë se Braçe? A ka socialist që e votojnë Gonxhën? Çuditërisht, sinjali i parë u dha në Vor, aty ku opozita ka akuzuar se ka pasur tentakula të krimit të futura në kuti, dhe zërat janë të qartë, dhe akuzat e opozitës se element të botës së krimit ishin afër Blendi Gonxhës. Nuk mund të jetë çudi, është akuzë politike apo e vërtet? Kjo duhet provuar. Ku i gjetën votat 3 socialistët të më të votuar? Fakti që Blendi Gonxha shkëlqen me 24.800 vota nuk është për të mos u hetuar nga spaku, për të mos u verifikuar, siç janë dy kandidatët e tjerë. Sara Mile me rreth 20.000 vota në Elbasan, kandidatja e krimit që artikulon Berisha. Si një njeri i panjohur shkon në Elbasan dhe ngrin në çdo socialist, merr jo pak, por rreth 20.000 vota. Dy fishin e votave të kandidatit që ka marrë më shumë vota nga Partia Socialiste pas Sarës, siç është Sajmir Hasalla. Një kandidat i tretë që shkëlqen, por Gonxha është vezullues, është ai i Durrësit, Arkend Balla, që ka rreth 20.000 vota. Nuk mundën dot ta thyenin as deputet që kanë qenë në parlament, dhe Arkend Balla u akuzua për lidhje me krimin. Këta janë 3 kandidatët më të votuar në Shqipëri. Blendi Gonxha, që filloi të shkëlqente nga Vora, Arkend Balla, që është akuzuar se ka lidhje me grupet kriminale që së fundmi u goditën nga spaku, dhe antimafia italiane apo kandidatja e Elbasanit, Sara Mila, e cila në qarqet politike dhe mediatike shpallet si kandidatja e Suel Qelës. A do të merrte Gonxha 24.000 vota, po të mos ishte ministër? Këta janë 3 emrat që kanë marrë më shumë vota. Kuptohet, Blendi Gonxha ka marrë 24.000 se është edhe ministër. Po të mos kishte qenë i tillë, po të mos kishte pasur mbështetjen, ndoshta dhe orientimin e kryeministit Rama dhe të atyre tentakulave të nëntokës që filloi në Vor, shkojnë në Kamës dhe shpërndahen në të gjithë qarkun e Tiranës, jo që s'do të kishte marrë 24.000 vota, por ndoshta s'do të kishte hyrë fare, pasi nuk e pranon dot kush në Partinë Socialiste, se Blendi Gonxha pa qenë ministër dhe pa lidhje të dyshimta, apo mbështetje nga segmente kriminale, deri votash e biznesi. Të gjitha mbeten për të verifikuar, që çuan Blendi Gonxhën në rreth 25.000 vota. Të ketë ky i fundit më shumë vota se Xhemal Qefalia në Tiranë, apo se Pandeli Majko, Toni Gogu, Blerina Gjylameti apo Olta Xhaçka, apo po ato që thamë më sipër. Blendi Gonxha të ketë më shumë vota se Erion Braça apo Fatmir Xhafaj, të ketë më shumë vota se Mimi Kodheli apo Ermonela Felaj. Blendi Gonxha, çfarë u thot socialistëve përveç përmbytjes së Tiranës? Asgjë, thjesht dhe vetëm u katapultua si një superministër. U vërsul në fushat me të gjitha baterit, pa kursyer asgjë dhe i shkëlqeu rezultati, 24.800 vota, që tregon se nuk ka ndonjë ndryshim të madh, as nga Sara, as nga Arkendi, por është si ata. Vetëm se ka një ndryshim, ata i mbështeti krimi direkt dhe shpërthyen atij sipër në lista, duke habitur ndoshta edhe Edi Ramën. Gonxha justifikohet se është goxha ministër dhe e duan shumë, dhe është krenar për votat që i dhanë banorët e Tiranës. Njeriu që mbyti Tiranën 23 vite më parë, njeriu që iku nga Tirana se e përmbyti, thehet në Tiranë dhe përmbytjen që u bëri qytetarëve e merr në përmbytje votash. Ky është Blendi Gonxha.